Kush fiton sipas jush? Serbia. Ne jemi rritur me idenë se jemi ne shqiptarët, të cilët gjithandej, pra shteti tamë Shqipërisë, rrethohemi me popullat shumicë shqiptare afër kufive të Shqipërisë. Sot Shqipëria dhe Kosova, pavarësisht se si e quajmë Kosovën kushtetutë, janë shtete të shqiptarëve me shumica e qytetarëve në Kosovë, mbi 90% janë shqiptarë. Pra, dhe me hapjen e idesë dhe Serbia e sotme, po ashtu është e rrethuar gjithandej kufive të saj me popullat shumicë serbe. Pra ka Serb afër kufive të Serbisë në Maqedoni, ka Serb afër kufive të Serbisë në Kosovë, veriu, ka Serb afër kufive, por edhe gjithandej në Malzi, dhe po ashtu Republika Serbe në Bosnë. Nëse fillon të hapet çështja kufive, pra kush do të përfitoj? Pra nëse e merr Serbia veriun, do të fitoj atë çka e ka humbur dhe që se ka një territor i banuar me shumicë serbe. S'ka se si të mos ndodh diçka e tillë edhe me Bosnën, pra Republika Serbe, por rritet Serbia me 2 territore. Çka do të thotë kjo ndërheqje sipas jush? Pra, a është një farë për shkak se sikur të ishte një ndërheqje e gjithë kryetarëve të komunave serbe në Kosovë, do të kishte një shpjegim tjetër prej këtij shpjegimi që japin ndërheqje thjesht 4 kryetarë të këtyre komunave veriore. Pra është një farë vizimi që po i bëhet një territori caktuar. E çka është ma e tmerrshmja në këtë mes është ideja që kanë qarkulluar moti për një konflikt ngrirë në Mitrovicë, pra në veri të Kosovës, që më pas kjo çështje të shtrohet për diskutim. Pra të ketë një terren të përshtatshëm për çka me diskutu. Fare nuk është e rastësishme pse ato 4 komuna, pra me arsyetimin që e dhanë është për taksën. Taksa nuk i prek vetëm komunat veri të Kosovës, taksa e prek gjithë Kosovën, rrjedhimisht edhe ato komuna me shumicë serbe ose që udhëhiqen nga antarët e listës serbe, edhe në pjesën e brendshme që po e quajmë të Kosovës ose në jug të lumit Iber. Pra ne po shohim realizimin e një skenari që zatën filloi më herët, filloi edhe me trysninë që ju bë pjesëtarëve serb të FSK-s që dalin, tash ishte edhe vendimi i gjykatës që të mos punojnë në veri, ka pasur tërheqje ose presion edhe ndaj policëve serb në kuadër të policisë së Kosovës. Mos të harrojmë, ishte edhe dalja që bëri kinse në opozit lista serbe, duke thënë jemi në opozit në kuvend, por duke mos i lënë postet